Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë, kaq tha Amerika. Komentuesit politike ende nuk e kanë deshifruar kodin e këtij mesazhi. Komentuesit qytetarë në faqen e ambasadës amerikane në Tiranë janë thuajse të gjithë kritik. Ata prisnin që Amerika t'i shpallte të pavlefshme zgjedhjet edhe të mos njihte qeverinë e dalë prej tyre, ndërsa aktivistët politik kanë një tjetër qasje. Ata të opozitës thonë, Amerika ka uruar popullin jo qeverinë, jo Ramën, jo PS-n, pra nuk e njeh këtë qeveri, por nga ana tjetër mbështetësit e qeverisë thonë se gjithsesi është një urim, ndërkohë që nuk përmendet fare pretendimi i opozitës për vjedhje e manipulim. Si përfundim asnjëra palë nuk ka arsye të gëzohet nga ky mesazh. Si uro ka populli? Pyesin shumë njerëz. Po mirë, për një moment ta lëm politikën e madhe se nuk ja dalim dot. Po sikur të mendojmë se mesazhi i drejtohet pikërisht popullit urime për zgjedhjet, nëse keni bërë zgjedhjen e duhur halal e paçi, nëse keni bërë zgjedhjen e gabuar hak e paçi atë që keni zgjedhur. A nuk është ky një arsyetim? Por ama i vodhi votat, i bleu, i shantazhoi votuesit, vijon debati. Po e pranojmë. Por nëse dikush apo disa e kanë shitur votën, tani të ngrohen në diell dhe të presin zgjedhjet e tjera, hak e kanë qeverinë që kanë. Nëse dikush apo disa kanë votuar thjesht për të ruajtur vendin e punës, të rrinë të mbajnë pagën dhe të mos ankohen. Nëse ata që vazhdojnë të protestojnë kundër qeverisë, më 11 maj votuan sërish qeverinë, ky nuk është faji i qeverisë. Nëse diku ka votuar i tërë fisi për qeverinë sepse ja kërkoi kushëriri që punon në shtet, ta mbajnë se e kanë sërish hak. Nëse ata në Greqi kanë votuar masivisht qeverinë sepse ua kërkoi këtë nder kushëriri në Shqipëri, që ja dha emrat dhe numrat e telefonit patronazhistit, të vazhdojnë të mbledhin duhane pjeshk në përferma dhe të mos harrojnë të sjellin para për prindrit këtu se pensioni 5 ditë u zgjat për bukë dhe kafe. A ka pasur efekt makineria shtetërore dhe krimi në disa zona ku disa deputet shkëlqyen me vota? Po, jam i bindur, por rezultati nuk justifikohet dot me këto. Po do të ulet e të nis remontin politik, nëse nuk do të rri se ka alternativa të tjera. Demokracia jonë ka probleme, por nuk do të vitë na i zgjidh askush nga jashtë. Dhe s'kemi pse shajmë Macronin e Melonin që uruan Ramën pa mbaruar ende zgjedhjet. Në Francë e në Itali nuk i plas askujt se kush e uron e kush nuk e uron kryeministrin apo presidentin. Në 91-shin kur shqiptarët u çliruan nga skllavëria komuniste dhe u dha mundësia të zgjidhin për herë të parë lirisht, votuan sërish sklavopronarin Ramiz Alin dhe partinë e tij mbushur me kriminal, rast unik në botë. Atëherë SBA ndërhyn dhe mbështetën PD në opozit në përmbysjen gati me dhunë të qeverisë së fundit komuniste. Më vonë pam sërish Amerikën të përvishte mungët e të numëronte votat në Tiranë për të mbështetur zgjedhjen e Lulzim Bashës kryebashkiak. E kemi parë të marrë edhe rolin e kujdestarit, duke i zënë prej veshi politikanët tanë që të arrin marrëveshje. Çfarë presim sot? Që sekretari Marco Rubio të caktojë një fartës që të vitë rinumërojë votat në kutitë e kontestuara nga opozita? Kujtoni se politika jashtme amerikane ka pak kohë që quhet America First, të mësuar me babysitter politik në presim të na certifikojnë të tjerët edhe zgjedhjet për kryeplak. Ndaj përtej çdo leximi që mund t'i bëjmë ai mesazh mund të jetë edhe më thjesht një këpusni qafën dhe zgjidhini vetë problemet tuaja.